Sot do të eksplorojmë një nga kryeveprat më të mëdha të inxhinierisë mesjetare, sistemin hidraulik të pallatit të Alhambrës në Granada të Spanjës, një kompleks kanalesh, shatërvanësh dhe mekanizmash që sfiduan gravitetin dhe shndërruan një kodër djerë në një oazë bukurie dhe funksionaliteti. Përpara se të vazhdoni me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Ishte një natë e ftohtë dhe me shi në dimrin e vitit 1235. Qyteti i rrethuar me mure i Kordovës në Gadishullin Iberik dremiste nën zhurmën konstante të shiut që rrite rrugët prej Guri. Rojat përshkonin muret me pishtarët e tyre që fërgëllonin, pa imagjinuar se historia e atij qyteti ishte gati të ndryshonte përgjithmonë. Jashtë mureve, të fshehur nga errësira dhe stuhia, një grup i vogël luftëtarësh të krishterë, të njohur si almogavarët, po përparonin në heshtje drejt fortifikimeve lindore. Ishin burra të ashpër, të mësuar me jetën në kufi, disa prej tyre folës të arabishtes. Atë natë, ata nuk vinin me një ushtri të tërë. Vinin me informacione. Banor të pakënaqur të lagjes lindore, Akserkia, Azerqua, kishin rënë në kontakt dhe kishin ofruar kalim. Me shkaftësinë e atyre që njohin luftën e pritave, almogavarët u ngjitën në një kull, gjetën aleatët e tyre brenda qytetit dhe, përpara se agimi të zbulonte se çfarë kishte ndodhur, ata tashmë kontrollonin një pjesë të rëndësishme të lagjes. Lajmi mbërriti te mbreti Fernando I Kastiljes në janar të vitit 1236. Monarku, i cili ja kishte kushtuar jetën e tij Reconquista së krishterë të Gadishullit Iberik, nuk hezitoi. Kundër këshillës së këshilltarëve të tij, të cilët paralajmëronin për rreziqet e rrugëve të përmbytura dhe të mbuluara me dëbor, Fernando u nis me një grusht kalorësish drejt Kordovës. Mbërriti në shkurt, në nshira të rrëmbyeshëm dhe menjëherë filloi rrethimin e Medinës. Në muajt pasues, kalorës nga e gjithë Kastilja, Leoni dhe Galicia u mblodhen në qytet. Dhe më 29 qershor 1236, qyteti që për më shumë se 5 shekuj kishte qenë një nga qendrat më të mëdha të fuqisë islame në Perëndim, kryeqyteti i lashtë i kalifatit të Kordovës, u dorëzua. Fernando hyri triumfues. Xhamia e madhe, ai monument që për gati 500 vjet kishte simbolizuar praninë islame në Iberi, u shugurua si katedrale e krishterë. Ishte një moment transformimi të thellë. Dhe Kordova nuk ishte një rast i izoluar. Në dekadat që pasuan, Fernando I udhëhoqi një fushat të pamëshirshme. Qytet pas qyteti, kështjellat e vjetra të Al-Andalusit ranë nën përparimin e krishterë. Cazorla në 1231, Ubeda në 1233, Cordova në 1236, Jaén në 1246 dhe së fundi Sevilla, më i madhi i qyteteve andaluziane, në dhjetor 1248. Në pak më shumë se 20 vjet, harta e Gadishullit Iberik ishte rishatëzuar në mënyrë dramatike. Por në mes të kësaj orteku pushtimesh, kishte një përjashtim. Një qytet që rezistonte. Një qytet që ushtrit e krishtera nuk mund ta merrnin. Dhe emri i tij ishte Granada. E vendosur në skajin jugor të Gadishullit, e mbrojtur nga malet dhe nga një topografi që e bënte çdo rrethim ushtarak jashtëzakonisht të vështirë, Granada jo vetëm që i mbijetoi përparimit të krishterë, por edhe lulëzoi. Mbijetesa e Granadës ishte fryti i një kombinimi të zgjuarësisë diplomatike, pagimit të tributeve dhe aftësisë politike të jashtëzakonshme nga ana e sundimtarëve të saj, Nasridëve. Historia e kësaj dinastie fillon me Muhamed ibn Yusuf ibn Nasr, i njohur më mirë si Ibn al-Ahmar. Origjina e tij ishte ndoshta modeste, e lidhur me qytetin e Arhonës, Ariona, por reputacioni i tij si udhëheqës ushtarak u rrit shpejt në vitet e trazuara që pasuan rënien e fuqisë almohade në Gadishullin Iberi. Në korrik të vitit 1232, banorët e rajonit të Arhonës shpallën Ibn al-Ahmarin si emirin e tyre. Në vitet pasuese, më shumë. Përmes konsensusit se sa pushtimit, qytete si Jaén, Guadixi, Guadix, Almeria dhe Malaga pranuan autoritetin e tij. Në vitet 1237, ai hyri në Granada dhe e bëri atë kryeqytetin e tij. Ibn al-Ahmari ishte një pragmatist. Në vitin 1246, ai ia dorëzoi Jaénin Fernando I dhe pranoi të bëhej vasal i Kastiljes, duke u zotuar të paguante tribute vjetore të konsiderueshme. Në këmbim, ai mori një armë pushim prej 21 vjetësh që i lejoi të konsolidonte pushtetin e tij dhe të hidhte themelet e dinastisë Nasride.
Tregohet se, kur dorëzoi hajnin, ai shqiptoi fjalët që do të bëheshin motoja e familjes së tij. La galiba illa Allah, nuk ka fitimtar përveç Allahut. Kjo fjali do të bënte jehon gjatë shekujve, e gdhendur pa numërt herë në muret dhe harqet e asaj që do të bëhej simboli suprem i qytetërimit Nasrid. Sepse ishte nën këtë dinasti që lindi një nga arritjet arkitekturore më të jashtëzakonshme në historinë e njerëzimit. Pallati i Alhambrës. Emri Alhambra vjen nga arabishtja Al-Qala Al-Hamra, që do të thotë fortesa e kuqe, një referencë për ngjyrën e kuqërem të mureve të jashtme prej balte që rrethonin kompleksin, të ngjyrosura nga hekuri i pranishëm në tokën e Kodrës. Kodra mbi të cilën ngrihej Alhambra, e quajtur Sabika, kishte shërbyer si vend fortifikimesh të paktën që nga shekulli IQ, kur aty ekzistonte vetëm një Al-Kasaba, Al-Tazaba, rudimentare, e ndërtuar mbi rënoja romake. Por ishte Muhamedi i, themeluesi i dinastisë Nasride, ai që e shndërroi atë pikë të lartë në diçka shumë më ambicioze. Ai nuk donte vetëm një fortesë. Ai donte një qytet palatin, një qendër pushteti që të ishte në të njëjtën kohë e pathyeshme dhe mahnitse, një demonstrim i asaj që qytetërimi islam ishte i aftë të krijonte edhe në momentet e tij më të vështira. Për këtë, Muhamedi e dinte se duhej të zgjidhte një problem themelor. Kodra e Sabikës ngrihej rreth 200 metra mbi lumin Daro, rrjedha kryesore e ujit në rajon. Alhambra, në majtë të rafshnaltës së saj, ishte natyrisht e thatë. Pa ujë, nuk do të kishte pallate, nuk do të kishte kopshte, nuk do të kishte jetë. Gjithçka që Muhamedi imagjinonte për kryeqytetin e tij varej nga një gjë e vetme, gjetja e një mënyre për ta bërë ujin të ngjitej deri në Kodër. Dhe këtu fillon historia e vërtetë që duam të tregojmë. Përpara Muhamedit uji në Kodrën e Sabikës merrej në mënyra të pasigurta. Kishte cisterna që mblidhnin ujin e shiut dhe një koraça, një zgjatim i murit që zbriste deri në lumin Daro, duke lejuar qasjen e drejtpërdrejt në ujë në kohë rrethimi. Por kjo ishte e pamjaftueshme për planet e sultanit të ri. Ai nuk donte vetëm ujë për të pirë dhe për të gatuar. Ai donte shatërvan, kopshte, banja, kanale dekorative, gjithçka që tradita islame lidhte me parajsën toksore. Për të realizuar këtë vizion, Muhamedi i thiri inxhinierët e tij dhe urdhëroi ndërtimin e diçkaje që do të ndryshonte përgjithmonë peizazhin e asaj kodre. Ata e quajtën Acequia del Sultan, kanali i sultanit, i cili do të bëhej më i njohur si Acequia Real, kanali mbretëror. Ideja ishte në të njëjtën kohë e thjeshtë dhe e guximshme. Inxhinierët ndoqën rrjedhën e lumit Daro rreth 6 kilometra kundër rrymës, derisa gjetën një pikë ku lartësia e lumit ishte e ngjashme ose pak më e lartë se ajo e Kodrës së Sabikës. Atje, ata ndërtuan një azude, një digë të vogël prej guri, e cila ngrinte nivelin e ujit me disa metra dhe e devionte atë drejt një kanali të ri. Ky kanali mbretëror, do të përshkonte pastaj 6 kilometrat e kthimit deri në Alhambra, duke ndjekur bregun e djathtë të lumit, duke mbajtur gjatë gjithë rrugës një pjerësi të llogaritur me hollësi. Specialistët e lashtë të ujitjes kishin një thënie: uji duhet të ecë, jo të vrapojë. Pjerësia ideale, midis 2 dhe 3 mm për metër, duhet të mbahej me saktësi absolute për gjatë gjithë rrugëtimin. Nëse do të ishte shumë e pjerët, uji do të rrifte me shpejtësi të tepërt, duke gërryer kanalin dhe duke mbartur sedimente. Nëse do të ishte shumë e butë, uji do të stagnonte. Inxhinierët Nasrid e njihnin këtë ekuilibër me një mjeshtëri që impresionon edhe hidrologët modern. Megjithatë, terreni nuk bashkëpunonte. Kanali mbretëror duhej të anashkalonte Cerro del Sol, një formacion shkëmbor me shpate të pjerëta dhe humnera të thella. Në më shumë se gjysmën e rrugës, punëtorët u desh të gërmonin tunele drejt për drejt në shkëmbin e malit, duke krijuar galeri nëntoksore ku uji kalonte i padukshëm, i mbrojtur nga dielli dhe avullimi. Në humnerat më të thella, ata ndërtuan ujësjellës të vegjël. Në çdo pikë, saktësia ishte thelbësore. Një gabim llogaritjeje prej disa centimetrash mund të komprometonte të gjithë sistemin. Rezultati ishte një vepër inxhinierike që, në thelb, shfrytëzonte vetëm gravitetin. Pa pompa, pa motor, pa asnjë mekanizëm artificial shtytës, uji përshkonte 6 kilometra terren të thyrë dhe mbërrinte në Alhambra me një rrjedhë konstante dhe të kontrolluar. Ishte triumfi i vëzhgimit, i llogaritjes dhe i njohurive të grumbulluara nga brezat e inxhinierëve islam, trashëgimtar të traditave që shkonin deri te sistemet kanat, çanat, të Persisë së lashtë dhe teknikat e ujitjes të zhvilluara në Mesopotami dhe në Afrikën e Veriut.
Kur uji më në fund mbërrinte në Alhambra, ai hynte nga ana lindore e kompleksit, përmes një ujësjellësi që ka përcente një humner pranë Torre del Agua, kullës së ujit. Nga kjo pikë, ai shpërndahej përmes një rrjeti gjithnjë më kompleks kanalesh, rezervuarësh dhe tubacionesh që dërgonin ujin në çdo cep të kështjellës. Kanali mbretëror nuk ishte thjesht një kanal ujitjeje. Ishte arteria jetësore e një qyteti të tërë. Uji që ai sillte furnizonte një popullsi të vlerësuar në rreth 2000 njerëz. Shërbente për të pirë, për të gatuar dhe për t'u larë. Ujitetet aracat bujqësore të Generalife, pronës fshatare ngjitur me Alhambrën, ku kultivoheshin fruta, perime dhe drithëra për të ushqyer oborin dhe shërbëtorët e tij. Ushqente hamamet, hammams, banjat publike që ishin pjesë thelbësore e jetës sociale dhe fetare në kulturën islame. Dhe, ndoshta më e jashtëzakonshmja, u jepte jetë shatërvanëve, pasqyrave të ujit dhe kopshteve që e shndërronin Alhambrën në atë që ajo do të bëhej, një pasqyrim i parajsës në tokë. Në traditën islame, uji mbart një simbolik të thellë. Ai përfaqëson pastërtinë, jetën dhe ripërtëritjen. Kurani e përshkruan parajsën si një kopsht të përshkuar nga lumenj, dhe ky imazh ndikoi thellësisht në arkitekturën islame gjatë shekujve. Në rastin e Alhambrës, uji nuk ishte thjesht funksional, ai ishte pjesë e vetë gjuhës estetike të pallatit. Arkitektët Nasrid e përdornin atë si element dizajni, zhurma e murmuritjes së ujit rrjedhës krijonte një atmosferë qetësie, pasqyrat e ujit në obore pasqyronin arkadat dhe qiejt duke dyfishuar bukurinë e arkitekturës. Kanalet e ngushta që përshkonin dyshemet prej mermeri evokonin 4 lumenjt e parajsës kuranore. Obori i Mersinave, Patio de los Arayanes, me rezervuarin e tij të madh drejt këndor të rrethuar nga shkure mersine, është ndoshta shembulli më i përsosur i këtij fuzioni midis ujit dhe arkitekturës. Sipërfaqja e qetë e rezervuarit shndërrohet në një pasqyrë që reflekton fasadën e pallatit të Comaresit, Palacio de Comares, me një qartësi gati jo reale. Është e pamundur të dihet se ku mbaron ndërtesa dhe ku fillon pasqyrimi. Ky efekt nuk ishte i rastësishëm, inxhinierët llogaritën thellësinë dhe pozicionimin e rezervuarit me një saktësi që garantonte kapacitetin maksimal reflektues të ujit. Por kanali mbretëror, sado mbresëlënës që ishte, kishte një kufizim themelor. Uji që ai sillte mbërrinte në Alhambra përmes gravitetit, duke rrjedhur në një kanal të hapur me një pjerësi të lehtë. Kjo do të thoshte se ai mbërrinte me pak presion. Ishte i mjaftueshëm për të furnizuar rezervuarët dhe kanalet e cekta, por jo për të ushqyer shatërvan me currile të larta, banja me dush me ujë të nxehtë ose mekanizma kompleks hidraulik. Dhe projektuesit e Alhambrës kishin plane shumë më ambicioze se sa thjesht kanale ujitjeje. Ata donin shatërvan elegant që lëshonin curile uji drejt qiellit. Donin dhomat e banjës me dush dhe ngroje nën dysheme. Dhe, siç do ta shohim më vonë, donin diçka edhe më të jashtëzakonshme, një orë të lëvizur nga uji. Për të arritur të gjitha këto, inxhinierët duhej të gjenin një mënyrë për të rritur presionin e ujit. Dhe zgjidhja që gjetën ishte e thjeshtë në mënyrë geniale, ngritja e ujit në një pikë shumë më të lartë se pallati dhe lënia e gravitetit të bënte pjesën tjetër. Në një zonë mbi Alhambra, inxhinierët gërmuan një rezervuar të madh magazinimi, i njohur si Albertsen. Uji i kanalit mbretëror devijoi në një tubacion nëntoksor që e çonte atë deri në një pustë të thellë, i vendosur rreth 60 metra nën nivelin e rezervuarit. Ishte një rënje e konsiderueshme dhe uji aty grumbullohej, duke pritur për t'u ngritur. Në maj të pusit, inxhinierët instaluan një rrotë uji ose noria të pajisur me kova të lidhura me një zinxhir ose litar. Kjo rrotë vijej në lëvizje nga një kafshë, zakonisht një gomar ose një mushk, që ecte në rreth duke lëvizur mekanizmin. Ndërsa rrota rrotullohej, kovat zbrisnin bosh deri në fund të pusit dhe ngjiteshin plot me ujë, duke zbrazur përmbajtjen e tyre në rezervuarin sipër. Ishte një punë e ngadalë dhe konstante, por jashtëzakonisht efektive. Rezervuari mund të mbante rreth 400 metra kub ujë, e barabartë me qindra mijëra litra. Ishte një sasi e madhe për një sistem mesjetar dhe përmbushte 2 funksione jetësore. Së pari, duke mbajtur gjithë këtë ujë. Të magazinuar në një pikë të lartë mbi pallat, krijohej një presion hidrostatik natyror. Graviteti e shtynte ujin poshtë kodrës përmes tubacioneve të mbyllura, dhe sa më e madhe të ishte diferenca e lartësisë midis rezervuarit dhe pikës së daljes, aq më i madh ishte presioni. Kjo lejonte që uji të dilte me forcë të mjaftueshme për të ushqyer shatërvan me currile vertikale, dushe në banja dhe çdo lloj mekanizmi hidraulik.
Së dyti, rezervuari funksiononte si një rezervë strategjike. Në kohë thatësire, kur rrjedha e lumit daro paksoi dhe kanali mbretëror sillte më pak ujë, rezervuari garantonte që pallati të vazhdonte të furnizojë për ditë apo edhe javë. Në një rajon ku verat janë të gjata dhe të nxehta dhe mungesa e ujit ishte një kërcënim i vazhdueshëm, kjo rezervë ishte thelbësore për sigurinë dhe pavarësinë e Alhambrës. Nga rezervuari, uji kalonte përmes një ujësjellësi dhe hynte në kompleksin e pallateve. Dhe është pikërisht nga këtu që gjërat bëhen vërtet magjepsëse. Sa po hynte brenda Alhambrës, uji ndahej në një rrjet të ndërlikuar kanalesh të projektuara me kujdes. Çdo degëzim dërgonte saktësisht sasinë e ujit të nevojshme për të ushqyer një shatërvan specifik, një rezervuar, një kopsht ose një dhomë banje. Diametrat e tubave, lartësitë e vrimave dhe këndet e pjerësisë llogariteshin me një saktësi që lejonte sistemin të funksiononte në mënyrë pothuajse autonome, pa pasur nevojë për ndërhyrjen e vazhdueshme njerëzore. Uji rrifte atje ku duhej të rrifte, në sasinë e duhur dhe me presionin e duhur, sikur vetë pallati të merrte frym përmes venave të tij të ujit. Dhe në zemër të këtij sistemi, në kryqëzimin e akseve kryesore të kompleksit të pallateve, ndodhej vepra më spektakolare nga të gjitha. Obori i luanëve. I ndërtuar me urdhër të sultanit Muhamed V gjatë periudhës së dytë të mbretërimit të tij, midis viteve 1362 dhe 1391, obori i luanëve, Patio de los Leones, përfaqësonte kulmin e arkitekturës nasride. Ishte një hapësirë drejtkëndore e rrethuar nga 124 kolona mermeri të bardhë, aq të holla sa dukej sikur sfidonin vetë idenë e mbështetjes, duke krijuar një pyll prej guri që filtronte dritën dhe prodhonte hije në lëvizje të vazhdueshme. Muret ishin të mbuluara me allçi të gdhendur me modele gjeometrike dhe bimore të një kompleksiteti maramendës, me mbishkrime në arabisht që përfshinin vargje nga Kurani dhe poezi të Ibn Zamrakut, poetit të madh të oborit Nasrid. Tavanet paraqitnin qemer muqarnas, ato struktura dekorative të bëra nga mira qeliza të vogla në formë hoje që krijonin një përshtypje pafundësie, sikur tavani të tretej në stalaktite gipsi të varura në ajër. Por protagonisti i vërtet i oborit ishte shatërvani që zinte qendrën e tij. I njohur si Fuente de los Leones, shatërvani i luanëve, ai përbëhej nga një legen i madh mermeri të bardhë i mbështetur nga 12 skulptura luanësh, gjithashtu në mermer, të rreshtuar në rreth dhe të kthyer nga jashtë. Nga goja e çdo luani, uji rrithte, duke ushqyer 4 kanale të cekta që shtriheshin drejt 4 pikave kardinale të oborit, duke evokuar 4 lumejt e parajsës islame. Legeni, i gdhendur në një blok të vetëm mermeri nga Makaili, Macail, i provincës së Almeris, peshonte më shumë se 3 tonë. Rreth buzës së tij ishte gdhendur një poezi e Ibn Zamrakut që festonte bukurinë e ujit dhe zgjuarsinë e shatërvanit. Çdo luan ishte unik, me dallime delikate në krif, në vesh, në bisht dhe në shprehjen e fytyrës, sikur secili të kishte personalitetin e vet, por shatërvani i luanëve ishte shumë më tepër se një vepër arti. Ekziston një hipotezë serioze, e mbështetur nga dëshmi arkeologjike dhe studime hidraulike, se ai funksiononte si një orë uji. Ideja është magjepsëse dhe meriton të shpjegohet me kujdes. Në qendër të shatërvanit kishte një mekanizëm të brendshëm të lidhur me legenin kryesor. Uji hynte në legen përmes një tubi qendror me një rrjedhë të ngadaltë dhe konstante, të rregulluar me kujdes. Ndërsa niveli i ujit ngrihej brenda legenit, ai arrinte vrimat e pozicionuara në lartësi shumë specifike përgjatë murit të brendshëm të legenit. Çdo vrim ishte e lidhur përmes tubacioneve të brendshme me një nga 12 luanët. Renditja e vrimave ndiqte një model spirale e ngjitse. Vrima e parë ishte e vendosur në pjesën më të ulët dhe e 12-ta në pjesën më të lartë. Ndërsa uji ngrihej ngadalë, ai arrinte vrimën e parë pas saktësisht një ore dhe uji fillonte të rrifte nga goja e luanit të parë. Një orë më vonë, niveli ngrihej mjaftueshëm për të arritur vrimën e dytë dhe një luan i dytë fillonte të nxirrte ujë. Dhe kështu me radhë, orë pas ore. Në mesditë, 12 orë pas fillimit të ciklit, të gjithë të 12 luanët do të nxirrnin ujë njëkohësisht dhe legeni do të ishte plotësisht i mbushur. Dhe atëherë ndodhte diçka e jashtëzakonshme. Në brendësi të legenit kishte një mekanizëm të quajtur sifon, i bazuar në të njëjtin parim që njihej që nga lashtësia si kupa e Pitagorës ose kupa e babëzitur. Kur uji arrinte pikën më të lartë brenda sifonit, ai fillonte të derdhej nga ana e kundërt dhe të zbriste përmes një tubi kullimi. Në atë moment krijohej një izolim, ajri nuk mund të hynte për të zëvendësuar ujin që binte.
Tensioni sipërfaqësor i ujit në rënje tërhiqte me vete pjesën tjetër të ujit në legen, duke krijuar një efekt thithjeje që zbraste të gjithë legenin në çështje sekondash. Ishte një rinisje, reset, automatike, plotësisht natyrore, pa asnjë ndërhyrje mekanike apo njerëzore. Sa po zbrazej, legeni fillonte të mbushej përsëri nga tubi qendror dhe i gjithë cikli 12 orësh rifillonte. Që ky mekanizëm të funksiononte me saktësinë e 1 ore, 2 kushte ishin absolutisht thelbësore. Së pari, rrjedha hyrëse e ujit duhej të ishte rreptësisht konstante. Çdo variacion në rrjedhë do të ndryshonte kohën që i duhej ujit për të arritur çdo vrim, duke shkatëruar saktësinë e sistemit. Inxhinierët Nasrid e arritën këtë përmes rregullatorëve të rrjedhës në sistemin e tubacioneve që ushqente shatërvanin, ndoshta duke përdorur parimin e enëve komunikuese dhe dhomave ndërmjetëse që zbutnin luhatjet e presionit. Së dyti, pozicionimi i vrimave duhej të llogaritej me një saktësi të jashtëzakonshme, duke marrë parasysh jo vetëm lartësinë, por edhe shkallën e daljes së ujit në çdo pikë, e cila rritej ndërsa aktivizoheshin më shumë vrima. Matematika pas këtyre llogaritjeve ishte komplekse, por inxhinierët e asaj kohe i zotëronin këto parime. Qytetërimi islam kishte prodhuar disa nga inxhinierët më të mëdhenj hidraulik në histori, si Al-Jazari, Al-Yazari, i cili në shekullin G dokumentoi 10 pajisje mekanike të lëvizura nga uji, duke përfshirë orë, automata dhe shatërvan ornamental. Banu Musa, 3 vëllezër që jetuan në Bagdad në shekullin Iqe, kishin shkruar traktate të hollësishme mbi pajisjet geniale që përdornin sifon, valvula dhe mekanizma kontrollit të rrjedhës. Inxhinierët e Alhambrës ishin trashëgimtar të drejtpërdrejtë të kësaj tradite intelektuale. Është e rëndësishme të theksohet se hipoteza e orës së ujit në shatërvanin e luanëve mbetet e debatuar midis historianëve. Shatërvani është modifikuar pa numërt herë gjatë shekujve dhe pas pushtimit të krishterë të Granadës në vitin 1492, ka rrëfime se pushtuesit e rinj e çmontuan mekanizmin për të provuar të kuptonin se si funksiononte, por nuk arritën ta rimontonin. Gjatë një restaurimi në shekullin Gjigj, u gjet një cilindër mermeri i shpuar me vrima në lartësi të ndryshme, i lidhur me tubacione të brendshme, gjë që duket se vërteton teorinë e orës. Një restaurim më i fundit, i filluar në vitin 2002 dhe i përfunduar në vitin 2011, solli informacione të reja mbi sistemin hidraulik të shatërvanit, por nuk e riktheu funksionin e orës. Megjithatë, qoftë e vërtet apo jo hipoteza e orës, ajo që është e padiskutueshme është se shatërvani i luanëve përfaqësonte një arritje të jashtëzakonshme të inxhinierisë hidraulike, një fuzion arti dhe shkence që nuk kishte asnjë paralele në asnjë vend të Evropës mesjetare. Nga shatërvani i luanëve, uji nuk humbej. Ai vazhdonte udhëtimin e tij nëpër pallat përmes 4 kanaleve të cekta që shtriheshin nga baza e shatërvanit, duke përshkuar oborrin drejt hapësirave të tjera të kompleksit. Këto kanale, të inkorporuara në dyshemen prej mermeri, nuk ishin vetëm funksionale. Ato ishin pjesë e dizajnit arkitektonik, linja uji që organizonin hapësirën dhe udhëhiqnin vështrimin e vizitorit, duke lidhur ambiente të ndryshme si arteriet që lidhin organet e një trupi të gjallë. Dhe një nga destinacionet më të rëndësishme të këtij uji ishte një hapësirë që kombinonte inxhinierin, luksin dhe diplomacinë në një mënyrë që pak vende të tjera në botën mesjetare arritën ta bënin, banjat mbretërore. Banjat e Alhambrës, të njohura si Bau de Comares, konsiderohen shembulli më i mirë i ruajtur i një hamami islam mesjetar në të gjithë botën perëndimore. Rëndësia e tyre shkonte shumë përtej higjienës. Në kulturën islame, banja ishte një ritual pastrimi fizik dhe shpirtëror, një praktikë shoqërore ku bëheshin biznese, lidheshin aleanca dhe merreshin vendime politike. Sultanët e Granadës prisnin ambasador dhe diplomat në banja, ku intimiteti i ambientit, i zhveshur nga formalitetet e oborrit, favorizonte biseda të sinqerta dhe marrëveshje delikate. Struktura e banjave ndiqte një model të frymëzuar nga termat e lashta romake, të përshtatura nga tradita islame. Kishte 3 ambiente kryesore, një dhomë të ftohtë, një dhomë të vakët dhe një dhomë të nxehtë, secila me një funksion specifik në ritualin e banjës. Uji që vinte nga kanalet e pallatit hynte në një dhomë kontrolli nëntoksore, ku kalonte përmes një kazani bakri të nxehur nga djegja e drunëve. Nga atje, uji i nxehtë shpërndahej përmes tubacioneve në shatërvanët dhe dushet e ndryshme të banjave. Sistemi i ngrohjes ishte veçanërisht gjenial. Për të krijuar dyshemen e ngrohur në dhomën e nxehtë, avulli i prodhuar nga kazani drejtohej përmes kanaleve të gërmuara në dyshemen prej mermeri.
Nxehtësia e avullit ngrohte dyshemen nga poshtë, duke krijuar një sipërfaqe të vakët që rrezatonte nxehtësi në të gjithë ambientin. Ishte një sistem i ngjashëm me hipokaustin, hypocaustum, romak, i përshtatur dhe i rafinuar nga inxhinierët islam. Por zgjuarësia nuk ndalej te dyshemeja. Avulli vazhdonte udhëtimin e tij vertikal, duke u ngjitur përmes shtyllave të zbrazta deri në dhomën e avullit, ku dilte nga hapje të vogla në mure, duke mbushur ambientin me një mjegull të nxehtë dhe të lagësht. Tavani i dhomës së avullit ishte i zbukuruar me dritare në formë ylli, hapje që mund të hapeshin ose mbylleshin manualisht. Kur hapeshin, ato lejonin që avulli i tepërt të dilte, duke reduktuar temperaturën dhe lagështinë. Kur mbylleshin, ato mbanin avullin, duke intensifikuar nxehtësinë. Ky mekanizëm i thjesht ventilimi u jepte operatorëve të banjave një kontroll të jashtëzakonshëm mbi kushtet mjedisore, duke i lejuar ata të përshtatnin përvojën e banjës sipas preferencave të çdo vizitori. Drita që hynte përmes hapjeve në formë ylli krijonte modele gjeometrike në avull, duke projektuar konstelacione efemere në muret prej allçie. Ishte një përvojë shijësore e plotë, nxehtësia mbështjellëse e avullit, aroma e drurit që digjej, zhurma e ujit që binte në shatërvan, dhe ajo dritë e filtruar që dukej sikur vinte nga një botë tjetër. Ndërsa uji përshkonte pallatin duke ushqyer shatërvan, banja dhe kopshte, ai kryente edhe një funksion tjetër vendimtar, një që ndoshta kalonte pa u vënë re nga vizitorët, por që ishte thelbësor për ta bërë Alhambrën të banueshme gjatë verave të gjata dhe përvoluese andaluziane, ftojen. Granada ndodhet në një nga rajonet më të nxehta të Spanjës. Në verë, temperaturat mund të kalojnë lehtësisht 40 gradë Celsius. Por brenda Alhambrës, klima ishte çuditërisht e bullë. Arsyeja ishte uji. Kur ajri i nxehtë kalonte mbi sipërfaqet e rezervuarve, kanaleve dhe shatërvanëve të shpërndarë në të gjithë kompleksin, një pjesë e këtij uji avullonte. Avullimi është një proces që thith nxehtësi nga mjedisi rreth tij. Rezultati ishte që ajri që qarkullonte nëpër oborret dhe korridoret e Alhambrës ftohej natyrshëm, duke krijuar një lloj kondicionimi natyror të ajrit. Arkitektët Nasrid e eksploronin këtë fenomen në mënyrë të qëllimshme. Shpërndarja e rezervuarve dhe shatërvanëve ishte e planifikuar strategjikisht për të maksimizuar efektin e ftojes me avullim. Oborret me shatërvan qendror funksiononin si dhoma ajri të freskët dhe fladi që përshkonte korridoret mbarte me vete lagështinë freskuese. Bimësia që rrethonte pallatin ishte gjithashtu pjesë e këtij sistemi. Kopshtet e Generalifes, të ujitura nga kanali mbretëror, ishin të mbushura me portokaj, qiparisa, mersina dhe trëndafila që ofronin hije dhe kontribuonin në rregullimin e temperaturës. Rezultati ishte një mikroklim artificiale, një flusk freskie në mes të nxehtësisë andaluziane, e krijuar tërësisht me mjete natyrore. Në një epokë kur shumica e kështjellave dhe pallateve evropiane ishin ndërtime mbytëse në verë, Alhambra ofronte një komoditet termik që do të barazohej vetëm me ardhjen e klimatizimit mekanik në shekullin XG. Uji vazhdonte udhëtimin e tij nëpër kompleks, duke rrjedhur gjithmonë nga lindja në perëndim, duke ndjekur topografinë natyrore të Kodrës. Dhe kur mbërrinte në pjesën perëndimore të Alhambrës, haste sfidën e tij të fundit të madhe. Në skajin perëndimor të kompleksit ndodhej Alcazaba, Altazaba, fortesa ushtarake e Mirfield, bërthama origjinale mbrojtëse e Alhambrës. Ishte aty ku jetonin dhe mbanin roje ushtarët, duke mbrojtur pallatet dhe banorët e tyre. Dhe Alcazaba ishte ndërtuar në një pikë pak më të lartë se pjesa tjetër e pallatit, rreth 6 metra mbi nivelin ku mbërrinte uji. 6 metra mund të duken pak, por për një sistem hidraulik që varej ekskluzivisht nga graviteti, ishte një pengesë e rëndësishme. Uji, nga natyra e tij, rrjedh poshtë, jo lart. Dhe inxhinierët kishin përdorur tashmë rrotat e ujit me kova për të ngritur ujin deri në rezervuarin kryesor. Por për këtë pjesë të fundit, ata ideuan diçka tjetër. Diçka që nuk kërkonte rrota, nuk kërkonte kafshë dhe nuk kërkonte asnjë burim energjie të jashtme. Pajisja që krijuan ishte një shembull i jashtëzakonshëm i inxhinierisë së bazuar në parimet e fizikës së lëngjeve. Uji i sistemit drejtohej në një enë në të cilën kishte një vrim në pjesën e poshtme, të lidhur me një enë tjetër poshtë. Ndërsa uji zbriste përmes vrimës, ai krijonte një vorbull, një hing në enën e sipërme. Në qendër të kësaj vorbulle formohej një zonë me presion të ulët që thithte ajrin brenda. Rrjedhës së ujit. Përzierja e ajrit dhe ujit që rezultonte detyrohej më pas të hynte në një tub të ngushtë. Parimi pas kësaj ishte gjenial.
Në kushte normale, energjia potenciale në të dy anët e një sistemi enësh komunikuese është e barabartë, që do të thotë se uji i shtyr poshtë në një tub do ta shtynte ujin lart në tubin e kundërt deri në të njëjtën lartësi. Por uji i ajrosur, i mbushur me flluska mikroskopike ajri, ishte më i lehtë se uji i pastër. Kjo do të thoshte se, për të ekuilibruar të njëjtën energji potenciale, kolona e ujit të ajrosur duhej të ishte më e lartë se kolona e ujit të pastër. Rezultati praktik ishte se uji ngjitej në tubin e ngushtë deri në një lartësi më të madhe se ajo nga ku ishte nisur, duke mposhtur 6 metrat e disnivelit pa asnjë burim energjie mekanike. Ishte vetë uji i kombinuar me ajrin që kryente punën e ngritjes. Është e rëndësishme të pranohet se ky aspekt specifik i sistemit hidraulik të Alhambrës është më pak i dokumentuari dhe më i debatuari midis specialistëve. Disa burime sugjerojnë se presioni i akumuluar në sistem duke ardhur nga rezervuari i lartë mund të ketë qenë i mjaftueshëm për të mposhtur 6 metrat e disnivelit pa pasur nevojë për një pajisje ajruese. Të tjerë mbrojnë mendimin se një mekanizëm i ngjashëm me atë të përshkruar, i bazuar në injektimin e ajrit në ujë, ishte në fakt i përdorur. Pavarësisht nga mekanizmi i saktë, fakti është se uji mbërrinte në Al-Kasaba. Ushtarët që ruanin Alhambrën kishin qasje në ujë të rrjedhshëm, në shatërvan dhe në të gjithë infrastrukturën që sistemi ofronte. Ishte një arritje që mahniste si miq ashtu edhe armiq. Vizitorët dhe diplomatët që mbërrinin në Alhambra tregonin me habi se emiri i Granadës dukej se kishte gjetur një mënyrë për ta bërë ujin të rrifte përpjet kodrës, duke sfiduar ligjet e natyrës. Ishte e qartë se nuk bëhej fjalë për magji, por për njohuri. Një njohuri e thellë dhe e sofistikuar, e grumbulluar gjatë shekujve të eksperimentimit dhe studimit. Inxhinierët e Alhambrës ishin trashëgimtar të një linje të gjatë inovatorësh. Sistemet kanat perse u përshtatën dhe u rafinuan në gadishullin iberik. Teknikat romake të ujësjellësve dhe hipokaustëve u inkorporuan dhe u përmirësuan. Dhe tradita islame shtoi inovacionet e veta, si përdorimi i gjerë i sifonëve, valvulave të kontrollit të rrjedhës dhe pajisjeve mekanike të automatizuara. Al-Jazari, inxhinieri i madh kurt i shekullit Xhi, kishte dokumentuar 10 pajisje të lëvizura nga uji. Banu Musa, në shekullin Ixhe, kishin përshkruar sisteme të ngjashme në Bagdad. Kjo traditë e pasur ishte trashëgimia mbi të cilën mbështeteshin ndërtuesit e Alhambrës. Dhe përgjatë më shumë se 2 shekujve, ndërsa sultanët Nasrid sunduan Granadën, kjo trashëgimi u zgjerua dhe u rafinua vazhdimisht. Alhambra nuk u ndërtua menjëherë. Ajo u rrit në mënyrë organike, pallat pas pallati, kopsht pas kopshti, ku çdo sultan shtonte kontributin e tij. Muhamedi i hodhi themelet me kanalin mbretëror dhe Al-Kasabën. Muhamedi i forcoi muret dhe zgjeroi sistemin e furnizimit. Muhamedi i ndërtoi pallatin e Partalit, Palacio del Partal, më i vjetri nga pallatet e mbetura, arkadat e të cilit pasqyrohen në një rezervuar drejtkëndor që ka mbetur pothuajse i pandryshuar që nga fillimi i shekullit Xhiv. Ismail i dhe djali i tij Yusuf i ndërtuan pallatin e Komaresit me kullën e tij mbresëlënëse të Komaresit dhe sallën e tij të shkëlqyer të ambasadorëve, ku tavani prej drurit të gdhendur përfaqëson shtatqiejt e kozmologjisë islame. Dhe Muhamedi gjatë mbretërimit të tij të dytë, ndërtoi oborin e luanëve, kurorën e Alhambrës, hapësirën ku arti, inxhinieria dhe spiritualiteti u shkrin në një harmoni që edhe sot i lë vizitorët pa frymë. Secila prej këtyre shtesave nënkuptonte zgjerime dhe përshtatje të sistemit hidraulik. Kanale të reja gërmoheshin, rregullator të rinj të rrjedhës instaloheshin, pika të reja shpërndarjeje krijoheshin. Sistemi rritej në kompleksitet, por ruante koherencën e tij. Ishte si një simfoni ku instrumente të reja shtoheshin gjatë shekujve, por melodia themelore, rrjedha e ujit nga lumi Daro deri në cepin e fundit të pallatit, mbetej e njëjta. Alhambra nuk ishte thjesht një pallat. Ishte një qytet i plot. Brenda mureve të saj kishte xhami, hamame publike, punishte zejtarësh, rezidenca dhe gjithë aparatin e nevojshëm për jetën urbane. Kishte të paktën 6 pallate të mëdha, shumica të vendosura përgjatë skajit verior të kompleksit, nga ku mund të shihej një pamje mahnitse mbi lagjen e Albaisinit, Albaicn, të ndarë nga Alhambra nga lugina e lumit Daro. Uji ishte filli përcjellës që bashkonte të gjitha këto hapësira, duke lidhur të shenjtën me sekularen, funksionalen me estetiken. Patë, Alhambra do të kishte qenë vetëm një tjetër fortesë në një kodër të thatë. Me të, ajo u bë një kopsht i banuar, një fortesë që lulëzonte, një pallat që murmurinte. Por asgjë nuk zgjat për gjithmonë.
Për gjatë shekullit gjv, ndërsa Alhambra arrinte kulmin e saj arkitektonik, Emiratit të Granadës i duhej të përballej me presione në rritje. Luftërat e brendshme për fronin Nasrid dobësonin kohezionin e shtetit. Fraksione rivale luftonin për pushtet në një seri grushtesh shteti dhe kundër grushtesh që minonin aftësinë qeverisëse. Dhe, në të njëjtën kohë, skena e jashtme ndryshonte në mënyrë vendimtare. Në vitin 1469, martesa e Fernando I të Aragonës me Izabela I të Kastiljes bashkoi dy mbretërit më të mëdha të krishterë të Gadishullit Iberik në një udhëheqje të përbashkët. Mbretërit katolik, siç u bën të njohur, kishin një mision të shpallur, të përfundonin rikonsuistën dhe të dëbonin myslimanët e fundit nga Iberia. Lufta e Granadës filloi në vitin 1482 dhe zgjati një dekadë. Qytet pas qyteti, kështjell pas kështjelle, forcat e krishtera po rrethonin Emiratin. Malaga ra në vitin 1487. Baza dhe Almeria ran në vitin 1489. Granada mbeti e izoluar, pa aleat dhe pa rrugë furnizimi. Në vitin 1491, vetë qyteti I Granadës ishte nën rrethim. Muhamedi Gji, I njohur nga spanjollët si Boabdil, sultani I fundit Nasrid, negocioi kushtet e dorëzimit. Më 25 nëntor 1491, u nënshkrua traktati I Granadës, duke përcaktuar kushtet e kapitullimit. Dhe më 2 janar 1492, Boabdili u dorëzoi çelësat e Granadës Fernandos dhe Izabelës. Sipas traditës, kur Boabdili hodhi vështrimin pas nga maja e një kalimi në male dhe pa për herë të fundit Alhambrën dhe qytetin që familja e tij kishte sunduar për 260 vjet, ai qau. Nëna e tij, Aisha, Aiza, thuhet t'i ketë thënë, qaj si grua për atë që nuk ditë ta mbroje si burr. Vendi mbeti I njohur si El Último Suspiro del Moro, o shëtima e fundit e Maurit. Është një histori ndoshta apokrife, por që ka për masën e atij momenti. Me rënien e Granadës, përfunduan gati 8 shekuj të pranisë islame në Gadishullin Iberik. Por Alhambra nuk ra. Pushtuesit e krishterë, ndryshe nga ajo që bën në shumë qytete të tjera, nuk e shkatëruan pallatin. Ata mbetën të mahnitur nga bukuria e tij dhe vendosën të banonin në të. Fernando dhe Izabela vendosën aty rezidencën e tyre të përkohshme. Më vonë, perandori Karli V urdhëroi ndërtimin e një pallati rilindas brenda kompleksit, një strukturë në stil fiorentin që kontraston me delikatesën e arkitekturës nasride. Por edhe Karli V nuk I shkatërroi pallatet e vjetra. Alhambra vazhdoi të qëndronte në këmbë. Dhe uji vazhdoi të rrifte. Gjatë shekujve pasues, Alhambra kaloi nëpër periudha braktisjeje dhe përkeqësimi. Pati zjarre, tërmete dhe erozionin e kohës. Në epokën napoleoniane, trupat franceze shkaktuan dëme të konsiderueshme. Por pavarësisht kësaj, struktura themelore mbijetoi. Dhe sistemi hidraulik vazhdoi të funksiononte. Në shekullin gjigj, shkrimtari amerikan Washington Irving jetoi përkohësisht në Alhambra dhe shkroi Tregimet e Alhambrës, një vepër që ndihmoi në zgjimin e interesit ndërkombëtar për pallatin. Irving përshkroi shatërvanët ende aktiv, kanalet ende murmuritës, ujin ende duke përshkuar të njëjtat rrugë që inxhinierët e Muhamedit I kishin vizatuar 600 vjet më parë. Në shekullin gjigj, filluan përpjekjet sistematike të restaurimit. Shatërvani I luanëve u restaurua disa herë me një ndërhyrje të madhe midis viteve 2002 dhe 2011 që lejoi studimin në detaje të sistemit të brendshëm hidraulik. Kanali mbretëror u rikuperua pjesërisht nga Patronato della Alhambra Generalife. Dhe sot, vizitorë nga e gjithë bota mund të ecin nëpër të njëjtët korridore ku sultanët dhe diplomatët ecën, të dëgjojnë zhurmën e ujit që rrjedh nëpër kanalet e mermerit dhe të ndjejnë freskinë që avullimi u ofronte banorëve të pallatit 7 shekuj më parë. Alhambra pret më shumë se 2 milion vizitorë në vit dhe është trashëgimi botërore e UNESCO-s, por ndoshta aspekti më I jashtëzakonshëm I Alhambrës nuk është bukuria e saj vizuale, sado mahnitse që të jetë ajo. Ndoshta nuk janë allçit e gdhendura, as qemeret mukarnas, as azulejshot, pllakat gjeometrike që duket se shtrihen në pafundësi. Ndoshta më e jashtëzakonshmja është ajo që nuk shihet menjëherë, uji. Rrjeti I padukshëm I kanaleve dhe tubacioneve që rrjedh në ndysheme brenda mureve pas shatërvanëve. Sistemi që, para gati 800 vjetësh, I dha jetë një kodre të thatë dhe e shndërroi atë në një parajs. Inxhinierët që projektuan këtë sistem nuk I lanë emrat e tyre për pasardhësit.
Dim vetëm se e zotëronin zanatin e tyre me një mjeshtëri që ende na befason. Ata e kuptonin fizikën e lëngjeve përpara se disiplina të kishte këtë emër. Llogaritnin presione, rrjedha dhe vëllime me mjete që do t'i konsideronin primitive, por prodhuan rezultate që rivalizojnë ato të çdo inxhinieri modern. Dhe krijuan diçka që t'i kaloj kohën e tyre, një sistem aq mirë të projektuar sa që ende funksionon, ende dërgon ujë në të njëjtët kopshte, ende ushqen të njëjtët shatërvan, ende freskon të njëjtët obore, pas gati 8 shekujve. Në një epokë ku ndërtojmë për të zgjatur dekada, Alhambra na kujton se është e mundur të ndërtohet për të zgjatur mijë vjeçar. Urtësia e të lashtëve, kur zbatohet me genialitet dhe respekt për natyrën, prodhon rezultate që asnjë teknologji nuk mund t'i kalojë, qëndrueshmërinë, bukurinë dhe harmoninë me botën rrethuese. Uji ende rrjedh nëpër Alhambra. Dhe ndërsa ai rrjedh, kujtimi i atyre inxhinierëve anonim do të mbetet i gjallë, i përshpëritur nga zhurma e ujit në çdo shatërvan, në çdo kanal, në çdo pasqyrim që dyfishon bukurinë e atij pallati që refuzoi të vdiste. Alhambra është një provë se inxhinieria, kur ngrihet në nivelin e artit, e tejkalon kohën. Nëse kjo histori mbi inxhinierinë e jashtëzakonshme të Alhambrës zgjoi kuriozitetin tuaj, imagjinoni sa mrekulli të tjera si kjo janë ende duke pritur për t'u zbuluar dhe treguar. Regjistrohuni në kanal për të ndjekur më shumë rrëfime dokumentare që zbulojnë sekretet pas veprave më të mëdha të njerëzimit. Lini pëlqimin tuaj, like, në mënyrë që më shumë njerëz të njihen me histori si kjo dhe na tregoni në komente se cila pjesë e sistemit hidraulik të Alhambrës ju bëri më shumë përshtypje. A ishte kanali mbretëror, që përshkonte 6 kilometra mal, shatërvani i luanëve që ndoshta funksiononte si një orë uji, banjat mbretërore me dyshemen e tyre të ngrohur dhe dritaret e tyre në formë ylli. Apo pajisja geniale që e bënte ujin të ngjitej pa asnjë forcë të jashtme? Pjesëmarrja juaj na ndihmon të sjellim më shumë histori si kjo. Shihemi në dokumentarin e ardhshëm.